إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, për ti ndihmë kërkojmë vetëm prej Allahut, falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë post tij. Si dhe përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbarë besimtarëve të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, padyshim që ko pas kohë duhet t'i përmendim disa dispozita dhe veçori që kanë të bëjnë me adhurime të caktuara. Në këtë rast, sot do të flasim rreth veçorive të ditës së Xuma, që kanë të bëjnë me këtë adhurim madhështor. Një adhurim i veçantë i besimtarëve, ku besimtarët të bohen në ditën e premte për namazin e Xumas, të bohen në xhami për të kryer këtë obligim dhe këtë urdhër të Allahut subhanahu wa taala, dhe njëkohësisht për të fituar shpërblimet e mëdha të Allahut azza wa jall. E shpërblimet e ditës së Xuma janë të ndryshme, e që kjo ditë veçohet nga ditët tjera të javës. Shpërblimi i ditës së Xuma fillon që nga nata e Xumas, pra nga dita e ejte me perëndimin e diellit, fillon nata e Xumas, që atëherë fillon shpërblimi i ditës së Xuma, e që vazhdon deri në perëndimin e diellit në këtë ditë, pra ditën e premte. Me salavate fillohet që nga perëndimi i diellit. Salavatin dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, shpeshtoni salavatet, pra me thonë Allahumma salli wa sallim ala nebina Muhammed në këtë ditë, ditën e Xuma. Shpeshtoni sepse salavatet e juaja më paraqiten mua. Dhe për çdo salavat që i dërgojnë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e që sahar përmendet emri pejgamberit alayhis salam, duhet të dërgojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me thënë, e që shpërblemi me 10 shpërblime. Ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një sahabi i ka thënë pejgamberit alayhis salam, o i dërguar i Allahut, unë gjysën e ditës, gjysën e kohës që e kam të dërgoj tyre salavate, a mjaftojnë? Pejgamberi sa më ka thënë, nëse shton është edhe më mirë. Por ka thënë, 84 e ditës, ka thënë nëse shton edhe më mirë. Por ka thënë atëra pra tërë kohën që e kam të dërgoj salavate gjatë ditës, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, pra për këtë çështje, ky njeri do shpërblehet, dhe që është e veçanta, thot të largohen brengat. Për shkak salavateve që i dërgon pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall t'i largon brengat që i ke. Andaj të shfrytëzojmë rastin e vëllezër të dashur, këtë ditë sa më shumë salavate t'i dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, para se të flasim në detaje për veçoritë e ditës së Xuma, do që t'ju përkujtojmë me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ne jemi ummeti i fundit në ditën e gjykimit, por të parët. Pra, në dynja të fundit, gjenerata e fundit janë pasardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por në ditën e kiametit do të jenë të parët. Dhe thot, neve nuk është të dhënë një ditë edhe të parëve ju dha, por ata nuk e praktikuan atë ditë, ditën e Xuma. Ata nuk e praktikuan, ne e praktikuam. Andaj jemi të parat për këtë çështje. Çifutët e kanë ditën e shtunë,
thot pejgamberi sa, e dita e diel është e krishterëve. Të gjithë kanë pasur ditën e xuma, por që ata për shkak ndryshimeve që kanë pësuar në librin e tyre dhe nuk i kanë zbatuar fjalët e Allahut Azza wa Jall në mënyrë siç janë urdhëruar, pra neve na ka mbetur dita e xuma. Dita e xuma është dita më e mirë e javës. Andaj dietarët kanë thënë, a është dita e xuma më e mirë apo dita e Arafatit? Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, kurse dita e xuma është dita më e mirë e javës. Ku besimtarët të bohen dhe vinë për ta kryer obligimin e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dita e xuma është dita më e mirë dhe në këtë ditë është krijuar Ademi alayhis salam. Po në këtë ditë ka vdekur edhe Ademi alayhis salam. Në këtë ditë do të filloj dita e Kiametit. Po në këtë ditë Ademi alayhis salam ka hyrë në xhennet dhe në këtë ditë Ademi alayhis salam ka dalë prej xhennetit. Vëllezër të dashur besimtar, dita e Kiametit do të filloj në ditën e xuma. Po edhe ringjallja do të filloj në ditën e xuma. Andaj, vëllezër të dashur, është një ditë e veçantë tek Allahu subhanahu wa taala, për atë arsye dhe Allahu azza wa jall ka kërkuar prej besimtarëve që besimtarët ta madhërojnë këtë ditë me adhurime. Ta madhërojnë këtë ditë me ibadete, me lutje tek Allahu azza wa jall, kështu që besimtarët të shfrytëzojnë momentin e lavdëruar tek Allahu subhanahu wa taala, e që në këto momente të madhëruara tek Allahu azza wa jall janë të shumta në ditën e xumas. Vëllezër të dashur besimtar, prej veçorive të ditës së xuma është që në namaz të sabahut imami të lexoj surën e Sejdë edhe surën e Insan. Ti lexoj pa në farzin e sabahut. Për sunetit që shtam pra është tërgimi salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për veçorive që veçohet kjo ditë e xuma është ditë ku të bohen besimtarët. E që sa mirë ka lënë Allahu azza wa jall që besimtarët më së paku një herë një javë të kenë një kuvend ku të bohen, dhe prej veçorive është që të mbahet hutbeja në ditën e xumas. Të mbahet hutbeja ku lavdërohet dhe madhrohet Allahu azza wa jall, ku i dërgojmë salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku përkujtohen besimtarët me obligimet që i kanë dhe me ndalesat që i ka ndaluar Allahu azza wa jall për ta, ku përkujtohen besimtarët me xhennet dhe ku përkujtohen besimtarët me ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Prej veçorive të ditës së xuma është që të dëgjohet hutbeja. Të dëgjohet hutbeja është prej obligimeve dhe prej detyrimeve që besimtarët të dëgjojnë me vëmendje. Prej rregullave të ditës së xuma është që prezantuesit të cilët janë prezent në ditën e xuma të heshtin dhe mos të flasin me njëri tjetrin. Qoftë edhe një fëmiu nëse bën zhurmë me i thënë hesht, thot atëherë të humbin sevapet e ditës së xuma. Apo me lut me diçka. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të luhet edhe me guraleca apo me diçka në përdor apo me çelsa apo me telefon. Është ndaluar që të shkruajmë mesazh apo të lexojmë diçka në internet. Është ndaluar që të nxirret telefoni për post nëse është diçka domosdoshme, si për shembull fikja e telefonit, fikja e alarmit. E jo të shkruajmë apo të flasim me dikë apo të shikojmë gjëra të parëndësishme në telefon. Për rregullat e ditës së xuma është që mos të shtrim këmbët në xhami përpos me nevoja të veçanta. Për rregullave të ditës së xuma është që të vim të pastruar me rroba të mira, sepse për besimtarët dita e xuma është
bajram dhe fest. Prej rregullave, kur të vim në hutbe, nuk lejohet që të përtypim ndonjë sakız apo diçka të mbajmë në gojë, apo ndonjë bombon apo diçka. Nuk lejohen këto gjëra gjatë dëgjimit të hutbes apo gjatë namazit. Pra duhet të jemi të vëmendshëm në xhuma, sepse është një rast i veçantë. Ka kërkuar Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ne t'i drejtohemi Allahut Azza wa Jall në këtë moment, andaj do t'i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala gjatë ditës së xhuma, gjatë hutbes, gjatë namazit, të përkushtuar dhe me rregulla dhe me respekt ndaj të madhit Allah. Pra nuk është respekt ne nëse përdorim sakız në namaz, apo nëse përdorim sakëza, domethënë duke dëgjuar hutben, apo nëse flasim kur imami është në hutbe. Andaj ka kërkuar Allahu Azza wa Jall pra respekt të veçantë për të nga besimtarët. Prej veçorive të ditës së xhuma është që besimtari të vijë sa më herët në xhami, që të fitoj shpërblime. Prej veçorive të ditës së xhuma është që edhe të jep sadaka para ardhjes së xumas. Është një ajet i Allahut Azza wa Jall në Kur'an, ku për një kohë të caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë besimtarët e ka pasur për obligim që nëse dojnë me bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të japin sadaka. A dini pse? Ka thënë Allahu Azza wa Jall që më eduku besimtarët për jo për çdo gjë të afronin dhe të bëzdisni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ka qenë një urdhër për një kohë të caktuar. Andaj dhe kanë thënë dietarët, nëse dikush pra don me ardhë në xhami dhe dihet që ai në fakt po i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me kërkesa, me lutje, po bisedon me Allahun Azza wa Jall, po kontakton me Allahun Azza wa Jall, atëherë le të jep sadaka, sikurse që janë urdhëruar besimtarët një kohë që të japin sadaka nëse do me kontaktu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe presionit është që kur të vjen besimtari në xhuma, ta merr shpërblimin sikurse me pre kurban. E kur vjen sa më herët në xhami, është sikurse me pre një deve. E kështu të më radhë, pastaj sikurse një dashë, sikurse edhe një gjel. Andaj o vëllezër të dashur, kur të vim në xhuma më herët, melekët i shënojnë besimtarët se kush futet në xhami. Dhe në momentin që imami hip në mimber, atëherë melekët i mbyllin faqet e regjistrit që i kanë regjistruar besimtarët, e ku besimtarët shpërblehen me shpërblime të mëdha gjatë kësaj dite. E lutim Allahun Azza wa Jall na udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe të na falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderimet takojnë Allahut subhanahu wa taala, salatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një çast, një moment në ditën e xumë që nëse besimtari ngrit duart tek Allahu Azza wa Jall dhe lutet, Allahu Azza wa Jall me domos do t'ia pranoj lutje, do t'i përgjigjet atij. Dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme se kur është kjo kohë. Disa prej sahabëve kanë thënë kjo kohë është prej momentit që imami vjen dhe ngritet pra në hutbe derisa të jep selam. Është ky moment që pranohen lutjet. Disa kanë thënë prej dietarëve është momenti kur imami qëndron mes dy hutbeve dhe ulet. Ai moment, disa sekonda. Por mendimi më i saktë sipas shumicës së dietarëve është koha e pas namazit të ikindis, ku besimtari lut Allahun subhanahu wa taala dhe lutjet e tij pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Për rregullave të ditës së xumë
është që të lexohet surja El-Kahf, sipas shumicës së dietarëve që kanë preferuar të lexohet surja El-Kahf. Po ashtu, prej suneteve të ditës së Xuma është që gjatë namazit të lexohet surja, pra gjatë namazit të Xumas të lexohet surja Sabbih isma rabbikal a'la edhe surja Hal ataka hadithul ghashiya. Po për shkak që janë pak të gjata dhe për shkak që angazhimeve që i kanë pra shumica e xhamatlive, mundohemi që me sure më të shkurta të falim namazin, kurse për sunet është pak pra me sure më të gjata të falet namazi i Xumas. Prej suneteve dhe veçorive është që të parfumoset besimtari kur të vjen në Xuma. Prej veçorive është që të jeti i pastër, të lahet, të pastrohet. Prej veçorive të ditës së Xuma është që të parfumoset edhe xhamia para hutbes. Këtë e ka vepruar edhe një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej veçorive të ditës së Xuma është që mos të udhtoj dikush pak para namazit të Xumas. Disa prej dietarëve kanë preferuar që pas namazit të sabahut, nëse nuk i ka ndonjë udhtim të domosdoshëm, mos të udhtoj, pra mos ta humbas ai njeri Xuman, pa ta fal Xuman e pastaj pas namazit të Xumas le të udhtoj. Andaj, nëse kemi ndonjë udhtim, mos të udhtojmë ditën e Xumas. Mos ta humbim namazin e Xumas. Pra ta fitojmë këtë shpërblim. Si jemi të nevojshëm për këto shpërblime të mëdha. Vëllezër të dashur, dita e Xuma është një ditë ku Allahu Azza wa Jall ja fal mëkatet besimtarëve. E ne kemi nevojë shumë që të na i falë Allahu Azza wa Jall mëkatet tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na i falë mëkatet. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na ndihmojë neve dhe muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. E lutim Allahun Azza wa Jall të mëshirojë të vdekurit tan, të shërojë të sëmurit tan. E lutim Allahun Azza wa Jall kur të ndajmë për kësaj dunjaje të ndajmë me fjalën la ilaha illallah dhe me mëkatet e falura për Allahut Azza wa Jall. Allah ruajt. Aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.